Shenjat e një personi ziliqar, gjelozist apo hasetgji. Së pari, ata injorojnë të gjitha sukseset e të tjerëve. Shoku i tij në punë, apo vëllau i tij, apo dikush tjetër për muslimanëve, ka arrit, ka suksese në punë. Allah i ka dhënë të mira. Ata injorojnë sukseset e tyre, nuk dojnë me ndëgju për sukseset e tyre. Sa që e mbyllin një vesh dhe e mbyllin një sy, sikur që nuk po shikojnë, sikur që nuk po ndëgjojnë. E dyta, shenja dytë e gjelozistëve, hasetgjive është zemrat e tyre kur ndëgjojnë mirë për të tjerët, ndëgjojnë lajmet mira për të tjerët, kopin zemrat e tyre. Bëhen zemrat e tyre të ngushtë. Pse? Sepse nuk dëgjojnë, nuk dëshirojnë me ndëgju mirë për të tjerët. Dëshirojnë, gjelozistët, ziliqartë, dëshirojnë për të tjerët, qoftë për familjarët, qoftë për shokun e tij, apo për shoqërinë e tyre, apo për muslimanët, nuk dëshirojnë me ndëgju mirë, lajme të mira. Kur ndëgjojnë lajme të mira për të tjerët, u ngushtohet zemra e tyre. Dhe shenja e tretë e gjelozistave, hasetgjive, ziliqarve është tu hiqen bekimet e Allahut prej tyre. Mos të kenë nimete, mos të kenë të mira, mos të kenë përparime në jetën e tyre, sepse ai dëshiron ata. Ai vet i dëshiron të gjitha sukseset, të gjitha të mirat në jetën e tij, kurse i mohon të ketë dikush suksese të mira në jetën e tyre. Të nderuar shikues, vëllezër dhe motra, këto janë shenjat e gjelozistëve, ziliqarëve, hasetgjive, shenja që njeriu t'ja prishin zemrën, ja smujnë zemrën. Për këtë arsye na ka porositur pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadith ku ka thënë la hasede illa fi ithnatayni. Nuk bën me gjelozu. Nuk bën me gjelozu vetëm dy persona. Nuk do thotë që pejgamberi ka leju me gjelozu. Por vetëm dy persona na lejohet me gjelozu në kuptimin që edhe na me qenë sikur ta, për në hajër dhe për të mirë. Ka thënë Rasulullahu rajulun atau Allahu ilman. Njeriu të cilit Allah i ka dhënë dioni, i ka dhënë dituri dhe ai e shpërndan. Ja mëson të tjerëve diturin të cilin Allahu ja ka dhënë. Ja mëson të tjerëve lillah, edhe ti bëhu sikur ai. Mëso dhe shpërndaje diturin të mirën mesin e njerëzve. Dhe e dyta, rajulun atau Allahu ilman, rajulun atau Allahu malan fa anfaqahu fi sabilillah, apo kema qala nebiu alayhi salatu wasalam, njeriu të cilit Allah i ka dhënë pasuri dhe ai e jep në rrugën e Allahut subhanahu wa taala dhe ti bëhu sikur ky. Për pasurisë tënde ndaje një pjesë dhe shpenzoje në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, shpenzoje në rrugën e Allahut xhalla xhelaluhu, ndihmoj të tjerëve, fukarave dhe kështu të me radhë. Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft, Allahu na boft të hajrit kudo që të jemi. Mbetshit në rahmetin e Allahut dhe në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala.